يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar. Në dy xhamate kaluara e përmendëm se sa e vlefshme fillimisht, sa e vlefshme është me u gjetë njerëzve bërç. Kur ata kanë nevojë. Sa shumë e kishte vlerësu Allahu përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ju gjind njerëzve me bërç kur ata kanë nevojë. E pastaj e përmendëm disa gjëra tjera që në xhumon e kaluar që tregojnë se një herët sa rrezikshme është me pas borxhin edhe mos me ela, e këtu na kanë mbetur edhe disa gjëra të tjera. Për ty na që e përmendëm është se edhe nëse njëri bjen shahid dëshmor në rrugën e Zotit, edhe ati me që shahidit i falen krejt, me pikën e parë të gjakut që bjen ati i falen, por tha pejgamberi borxhi ati nuk i falet. I vazhdojna me do argumentet të tjera për me tregu se sa e rrezikshme është me pas ti borxh edhe mos m'ia kthy borxhin atij që t'ia ke marrur. Po shkona me hadithin që vjen prej Thaubanit radiallahu anhu, që ka sjell Imam Tirmidhiu dhe saksoi Sheikhul Albani. Tha pejgamberi alayhis salam: kush ruhet prej 3 gjërave, ai do të hyjë në xhennet. Kush ruhet prej 3 gjërave, ai do të hyjë në xhennet. Cilat janë ato? Tha pejgamberi alayhis salam, ato janë nëse njëri se ka el-kibr wal-ghulul wad-dayn, dakhala al-janna. Nëse njëri nuk është mendje madh. Nëse njëri nuk është mendje madh. E para, nëse e dyta tha, nëse njëri nuk merr pasuri prej betejës, nëse njëri ka shku në betejë me komandantin e tij dhe kur është kry beteja kanë fituar ndaj armikët, por merr e ja vjedh pasurinë pa ja nda komandanti. Atë në këtë rast nëse ban vjedhje, dhe e treta tha nëse vdes pa pas bërç. Nëse vdes pa bërç, ky tha hyn në xhennet. Ai dhëni se sa e vlerësoi tash pejgamberi alayhis salam që nëse ti ke bërç me la borxhin. Ndërsa argument tjetër tha pejgamberi alayhis salam në hadithin që vjen prej Buhariut e transmeton Imam Tirmidhiu dhe saksoi Sheikhul Albani, tha pejgamberi alayhis salam: "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda alayhi." Tha shpirti i mu'minit, shpirti i besimtarit është i vjerrur, është i lidhur. Deri kur? Derisa t'i lahen borxhet ai që i ka lënë. Nëse një besimtar ka vdekur, ka ndru jetë, atëherë shpirti i tij është i lidhur dhe është në prang, është i lidhur dhe nuk mundet me arrit atë çka e meriton me arrit, veç pse ai ka pasur bërç. Dhe Suyutiu kur e përmend këto që është i lidhur, thot është haps. Është në pranga, deri kur? Derisa t'i lahet borxhi. Imam al-Iraqiu kur e zbërten këtë hadith, thot është për qëllim, ati mu nuk i gjykohet. A ka qenë i mirë, a i keq, ai është i vjerrur, është në ethe, as për xhenet e as për xhenem. Deri kur? Edhe nëse ka meritu me hinë xhenet, derisa t'i lahet borxhi që ai e ka lënë. Ndërsa një hadith tjetër që vjen prej Samurat ibn Jundub, që ka sjell Imam Abu Davudi dhe ka saksu Sheikhul Albani, thot Samura: një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli në mesin e njerëzve dhe ja nisi po i ligjëran, sikur po i man hutbe. Edhe tha: o ju njerëz, mos ndikosh në mesin tuaj është prej filan fisit, mos është prezent. Nuk foli kërkush.
A pejgamberi për dytën herë po i thot, o ju njerëz, shokët e mi, o ju shokët e mi, o ju njerëz, mos në mesin tuaj është dikush prej filan fisit, prej filan kabiles, nuk foli kërkush. Kur e tha për të tretën herë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u çu njonin kom, tha, ja Rasulullah, tha, ana minhum, unë jam prej tyre. Pejgamberi sa më tha, Allah bëshiru, po pse tha nuk mu përgjigje që dy herë sa që thire? Unë s'pota kur gjë keq për juve, unë e pota veç për të mirën tënde dhe fisit tënd, kabiles tone, e cila është ajo? Tha se inna sahibekum ma'surun bidejnihi, për shkak se shoku juv, antari juv i familjes juv që vdiq dhe ndrëjet, ai është i prangosur, ai nuk po mundet me hinë xhennet, deri sot jaloni se kishte lon borxhe, deri sot jaloni borxhe çka ai kalon, ai s'po mundet me hinë xhennet. Dhe tregon se mora ky sahabiu, tha, për ky personi i kabiles, i njëjtit fes, kur ndëgjoi për ton, tha, edhe pastaj anisi. Ku gjoj ke njerëz, mos ka nëse në borxh ky antari i familjes ose i kabiles ton. Mos ka, derisa nuk pat mo as një njeri që dilke dhe më i kemë thonë se ka mu borxh dhe s'ma kala. Bile ky hadith apo e vreni, që shta pejgamberi i vjerur, s'po hin xhennet, veç pse ka borxh dhe se kala. Ndërsa dietarët e nxjerrin për këtij hadithi që jo me këshyr veç antarët e familjes, por antarët e familjes, vëllezërit e tij, motrat e tij, akaraballahu i tij, djemt e migjes, kërejt kabilja me hi mu interesu për të vdekurin e tyre, mos kalon ai borxh. Mos kalon ai borxh, mjalo për me shku puna atje me let. Ibn Abdul Barr në librin e Temhid, kur e zbërthen këtë hadith, thot a di si kuptohet hadithi? Si hadithi të kuptohet kështu. Nëse njoni ka borxh, por as amanet fëmijëve dhe vetë nuk i lën, kur vjen momenti i fundit, para se me orë të fëmijët e mi, kujdes, një filonit edhe një filonit edhe një filonit ja kam dë borxh, kështu një lonjani, se thet këto heq. E para. E dyta, është nëse njoni ka pas mundësi me la, po veç për pikë shefit nuk e ka la borxhin e tij, për qita, thot Ibn Abdul Barri, për qita njerëz, Allahu i lën pranga, Allahu i lën të në haps, edhe nuk gjykon për ta derisa t'i lahet borxhin. Ndërsa thot Ibn Abdul Barri, nëse njoni është përpiq me la, po s'ka pas mundësi, edhe i ka këshillu familjen e vet, inshallah të për këta nuk pengohet me hi në xhennet. Ndërsa ky dini jon, për më na boni edhe sa më të kujdesshëm çështjen e borxhit. Ka thonë edhe ju kur të merrni borxh, ndreqni në jetën tuaj. Çfarë jetën? Tha pejgamberi në hadithin që vjen prej Suhaib ar-Rumi, tha: "Ayyuma rajulun yadinu daynan wa huwa mujmi'un an la yuwaffihu iyahu laqiya Allah sariqan." Tha pejgamberi në këtë hadith, cili do njeri që merr borxh, edhe si ta merë borxhin start, mendimin e ko, njetin e ti e ko që unë e veç për marë sa borxh, se që kjo është dordhanë, t'ja marë, a mos ja këthej kur. Nëse e ko, tha pejgamberi njetin qështu, po të marë borxhin, e di se këta janë pasanika, ose këta janë dorëshlir, ta dhojnë, nuk ja këthejën e heq, po ky si ka lëzën, a më njetin e ko qështu. A di shka tha pejgamberi, që ky njeri ta në ditën e gjykimit del si vjedhës. Del sikur ai që ka vjedhur, llogarit, sot me marr vesh nëse ke vjedh një send vogël krejt. Nëse ke vjedh një send vogël, sot me ta marr vesh njerëzit që vjedhsi ishte filoni, a di so fort kuqet edhe të shkuqet fytyra. Ndërsa me dal para Allahut se ky është vjedhsi, pse? Se ju ka marr njerëzve borxh me njetin që mos me la. Ndërsa këtë hadith ka sjell Ibn Majah, Imam Bejhaqiu dhe hadithin e ka marrë të vërtetë Sheikhul Albani. Ndërsa Imam Buhariu thot me një hadith tjetër, thot "Man akhadha amwal an-nas yuridu ada'aha adda Allahu anhu." Nëse dikush i merr borxh njerëzve, por në jetën e tij e ka të pastër dhe të mirë, në jetën e ka që unë kam ja la atina borxhin, me një të mirë e ka, çka tha pejgamberi? Allahu do t'ja laj atij. Si e trajtuan dietarët të që Allahu do t'ja laj atij, e trajtuan me atë që Allahu kam ja hap rrugë ka se pret hiç. Ja hap rrugë të hajrit për me la borxhin e tij ka se pret hiç. Pse? Veç pse në jetën e ndërreqi kur e mori borxhin. Ndërsa ose ja hap rrugë, ose nëse hiç nuk e lan, Allahu e ban me që te ke pos njetin e mirë, kur delsh para Allahut, Allahu më ta shpagu ty për personin që i ke marrë borxh, edhe ai më kur gjo prej teje s'kërkon.
Apo e vreni sa e madhe, veç me nëreq njetin me pos sinqerisht për me la. E pasaj të hadithi, wa men akhadha yuridu itlafa atlafahu Allah. E nëse njoni merë bërç, por kjo hadith tjetër, por qëllimi ti e ka veç me harxhu parën e ti, edhe ka me marrë dhe me harxhu në këtë parë që po ja marr, edhe nuk e kam plan mja kthy. Allahu tha do t'ja shkatërën ati. Shka i bjen kjo? Kjo i bjen të ndjetarët se Allahu atina kam ja hup na përdur ato pare. Për shkak që i ka vetë pse i ka marrë me bërsh me njeti mos mja kthy, ja hup, si a shekhojrin kur gjë, edhe plus kësojna e denën në ahiret pse nuk e ka kthy borxhin ai. Ndërsa e ka sjell Ibn Abdul Barrin në musannefin e tij një fjalë të Ibn Omerit, kur ai këshilloi shok, ky Ibn Omeri sahabi, kur ai këshilloi shok të tij dhe ju tha një pyetje, ja Himran tha, ittaqillaha wala tamutu alayka ad-dayn, ju dëtuni shokit vet, shoku i pejgamberit ju dëtuni shokit vet, anë Himran, tha oti Himran, tha tut ju Zotit, edhe mos vdesh duke pasur borx ti. Pse kështu? Tha fe yu'khadhu min hasanatika la dinare themme wala dirham. Për shkak se tha ti nëse ju merr ta njerëzve borx, e vdes me to, e si ja kthen tha kur dilsh për Allahut, atë ditë të mirën prej të mirave të tua, as ko dinar dhe dirham, s'ko erë dhe dolar atë ditë, por ka vetëm se të mirat e tua të mirën, pse s'ma ke kthy borxhin. Për këtë arsye, duke i po këto argumentet shumëta, dietarët islam thanë, për me marr borxhin po do kam i plotsu do kushte, për me dhon borx ka sevop shumë i madh, por për me marr i pas ka do kushte. Prej kushteve që ka me kon me bindje të plot që unë kam e kthy. E para, e dyta, nëse s'monet të këtij niveli, atëherë me pregadit terrenin, sikur me sundu mendimi, me sundu mendimi të këtij se unë kam e kthy. E kam rrugën që kaq, do t'ja të bëj që kaq, i doj që kaq, ja bën çështo, e ban një plan tonin për mja kthy. Edhe e treta është kur ta merrsh borxhin, merre për halal. Diçka që është e lejuar sheriatikisht, e mos e merr për haram. E nuk të lejohet tani ty me marr, ama që ton do borx, pse? Se me çit borxhin që pe marrë teje, unë do me blej një armë, e me armën do me vra muslimanin, ose a me do borx, se me çit borxhin tan që pe ta marr, unë do me shku me bo imoralitet, ose nuk lejohet kështu me marr borx, por të lejohet borx për senet e hajrit dhe të mira, me të kushtet që u përmenden. Kështu që në disa gjëra që kam pas me i thonë për borxhin, edhe pse ka shumë për të tjerë, po në kumlo vetëm pika shkurta kështu. Elusmi Allahun azza wa jall na fal, na mëshiron. Elusmi Allahun azza wa jall prej atyre që dhojnë borx të na ban, edhe prej atyre që kur të marrmi në vade të caktuar, edhe i marrmi veç kur kemi nevojë të na ban prej tyne. Elusmi Allahun azza wa jall me shok të pejgamberit, me pejgamberët në xhenet atje të na takon. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.